Nuk është bërë një punë e rëndësishme në qytetin e Pukës dhe me sa di ka shumë ankesa nga qytetarët për menaxhimin e qytetit. Me këtë ide duket se ish kryebashkiaku Rustem Strugaj i kthehet qytetit të Pukës, teksa sot është deklaruar zyrtarisht si kandidat i koalicionit të majt për Bashkinë e Pukës, duke lënë pas karrierën si drejtori i përgjithshëm i Agjencisë së Zhvillimit të Zonave Malore, por siç duket dhe angazhimet elektorale të kryeqytetit. I kontaktuar sot, Strugaj deklaron se i qëndronte premtimit të disa kohëve më parë, i cili ishte një premtim pa interesa elektorale dhe pa e menduar se do të garonte sërish për Bashkinë e Pukës. Unë do të jem një nga ata përfaqësuesi do kërkoj gjithmonë që Puka të mos lehet në harres dhe investimet të jenë proporcionalisht, pse jo ndoshta edhe me prioritet. Rustem Strugaj, me një profil politikani përtej atij lokal, vjen në këtë kandidim 4 vite pasi dorëzoi Bashkinë e Pukës, të cilën e drejtoi për 2 mandate me radhë. Ndryshe nga më parë, sfida që e pret është ajo e fushatës për Bashkinë e Madhe, të cilën siç duket do i duhet ta fillojë me bashkimin e strukturave të Partisë Socialiste para fillimit të punës për mbledhjen e votave.